Një emitur nga Gostivari e ka denoncuar një 21 vjeçar nga ky qytet se po e mbante në lidhje pa dëshirën e saj duke shantazhuar se do t'ia publikonte fotot dhe videot komprometuese nëse ajo do të kërkonte që të ndahej nga ai. Informacionin e kanë konfirmuar edhe nga policia, nga ku theksojnë se personi në fjalë më vonë është vetë paraqitur në polici dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ketë parashtresë përkatëse. Më 2 prill 2025, në orën 15:30 në stacionin policor në Gostivar, është vetë paraqitur personi me inicialet M të 21 vjeç nga Gostivari, i cili rreth orës 13:20 është raportuar nga një emitur 17 vjeçare nga një fshat i Gostivarit, me të cilin ishte në lidhje dashurie. Në prani të babait të saj, ajo ka denoncuar në stacion policor se MT po sillej në mënyrë agresive ndaj saj dhe shantazhonte se do të publikonte video dhe foto komprometuese nëse ajo i jepte fund lidhjes së tyre. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Kujtojmë se sipas ligjeve të Maqedonisë, çdo ngacmim, qoftë përmes rrjeteve sociale apo në jetën e përditshme, konsiderohet si vepër penale. Ngacmimi përfshin ndjekjen e vazhdueshme në mënyrë të paautorizuar, persekutimin dhe ndërhyrjen në jetën personale të tjetrit, krijimin e kontaktit të padëshiruar me lëvizje në hapësirën ku ai person gjendet, po ashtu ngacmimi përfshin edhe abuzimin duke përdorur të dhënat personale, duke përdorur mjetet e komunikimit, ngacmimin ose fëriksimin, shkaktimin e ndjesisë së pasigurisë, ankthit ose frikës për viktimën. Megjithëse ngacmimi llogaritet të jetë si formë shumë e përhapur në mesin e vajzave të reja por edhe të moshëritura, shumica prej tyre ngurojnë t'i raportojnë rastet tek autoritetet kompetente për shkak të rrethit familjar.